Shtesa natyrore e popullsisë për 3 mujorin e 4 2025 rezulton pozitive duke regjistruar 668 lindje më shumë se sa vdekje bëri të ditur Instat. Sipas Instat, numri i lindjeve për 3 mujorin e 4 të vitit 2025 është 5373 duke shënuar, një rënje me 10.7% krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2024, ndërsa numri i vdekjeve për 3 mujorin e 4 2025 është 4705 duke shënuar, një rënje prej 12.3% krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2024. Në 3 mujorin e 4 për vitin 2025, 7 qarqe të vendit regjistrojnë shtesë natyrore pozitive për popullsinë, ndërsa në 5 qarqet e tjera shtesa natyrore e popullsisë është negative. Sipas Instat, në 3 mujorin e 4 2025, qarku me shtesë natyrore më të lartë është Tirana me 1547 lindje, më shumë se sa vdekje, ndërsa qarku me shtesë natyrore më të ulët është Fieri me 120 vdekje, më shumë se sa lindje. Referuar statistikave për 3 mujorin e 4 2025, qarku i Tiranës paraqitet me numrin më të lartë të lindjeve duke regjistruar 2589 lindje, ndërsa qarku Gjirokastër paraqitet me numrin më të ulët me 70 lindje, ndërsa numri më i ulët i vdekjeve është regjistruar në qarkun e Kukësit me vetëm 81 raste dhe numri më i lartë për qarkun e Tiranës me 1042 raste.